Ndërsa studentët e juridikut paralajmërojnë protesta nëse nuk zgjidhet problemi me dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Mevlan Ademi nga nisma studentore kërkoi nga Ministri i Drejtësisë Igor Fillkov që të reflektojë dhe të zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhës. Ideja për protestë erdhi pas mbledhjes së studentëve në Universitetin Nën Tereza. Sot jemi mbledhur këtu në Universitetin Nën Tereza për të treguar se studentët shqiptar këtu në vendin tonë kanë folur shqip dhe do flasin shqip. Së bashku me Mevlanin si iniciator i kësaj nisme, i ofruam mbështetjen tonë si kuvend, si dhe jemi të hapur për çdo bashkëpunim për të siguruar që studentët shqiptar të nënshtrojnë provimin e jurisprudencës shqip. Por përsëri, një muaj pas dorëzimit të kërkesës sonë në institucionet relevante, nuk ka ende asnjë veprim konkret në zgjidhjen e kësaj. Për këtë arsye, sot ne u mbajtëm mbledhjen e parë organizative me studentët nga 3 universitete të ndryshme për të mobilizuar kolegët nga fakultetet tjera dhe të përgatitemi për protestë. Nga sot fillon përgatitja për protestë dhe përsëri ne kërkojmë nga Ministri i Drejtësisë që të reflektojë dhe të zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhës, të angazhohet në zgjidhjen e problemit tonë para se të ndërtojë mure.